Para pak kohësh kam postuar një byzylukun tuaj. Më të roqi vëmendjen nga që ishte me lule dhe më kujtonte fshatin me gjante me atë lulen e tërfilit. Edhe pas 12 vitesh në opozitë do e dija ku gjeni lekët për të bler byzylyk kaq të shtrenjtë. Se kaq naive nuk je me fshatin dhe me lulet e tërfilit. Tani unë i kisha hequr byzylykët se isha në fushat dhe nuk kisha mbajtur asgjë sepse mendova që mbie diçka, po i vura vetëm për këtë intervistë, me thënë të drejtën. Ke bërë shumë mirë që ke thënë. Unë kam 2 byzylyk, kam këtë që ma ka bler bashorti për 45 vjetore, që e kam deklaruar në deklaratën e pasurisë me faturë për kacet bler, dhe këtë që ma ka bler ime motor dhe tezja ime përsëri për 45 vjetorin që e kam deklaruar në deklaratën e pasurisë të këtij viti. Nuk kam asgjë, as në shtëpi, as në familje, asgjë të pa deklaruar. Unë çdo gjë e kam të deklaruar me burim financiar, një pjesë e madhe me kredi bankare, një pjesë e madhe trashëgimi familjare, një pjesë e vogël si rezultat edhe i punës time dhe të bashortit tim. Bashorti im është në një punë të mirë, në 2 punë të mira, në fakt, dhe kemi një jetesë normale. Ndoshta më të mirë se shumë familje të tjera, po kur asnjëherë në mënyrë absolute asnjë gjë e cila nuk më takon. Për ndryshe kundërshtari në shumë momente dhe sidomos për shembull në komisionin hetimor të inceneratorëve do kish përdorur çdo gabim timin në karrierën time politike ose çdo fjalë që mund të ishte dëgjuar. Mbas atyre nuk ju hyn në sy fare këto byzylykët se ato kanë punën e vet, po kur të dali deklarata pasurisë që është publike, do ta marrim të publikojmë për transparencë. Do ta publikosh edhe faturën, edhe çmimin dhe çdo lloj gjë të dyjave.